Mirë mbrëma! Mbrëma! Zjerma! Tërmet. Tërmet. Të ndalim kamerën. Hajde nale ma, jetë mu tu, a janë të mu marrë me të muje. Ja të marrë me ty, ma nuk besohet. Ajo, unë mendoj që sot do t'jetë bërthyt tonë në ekrane se edhe shije të ra. Besoj tonë shifim do t'jetë të ra, Besoj të. Pa një është jena, me njëre ashtet jena. Kështu që do të bërthejnë sot në ekran, sepse do t'ketë dalje nominim fort, historina forta. Meze me hangër, gjana kështu. Patatina, birra, gjana sënë. Por ne kena ba një sondazh të bukur gjetun, sepse kena një her mas heret dhe nim në përrjetet që jo po do jenë 5 finalista, jo po do jenë 6, do jenë disa, se janë kash mirë, zot 6. S'dina keme hek. Pa pra, nga që lakot një 5, po 4 janë taman si protagonista, na kena gjerë një edhe që po marrën në shpet. Po na marrën shpet dhe s'po dim sa finalista janë, do na me marrë një vesh ma para se tanë, në anë të votave tuja, se si ka shku sondazhi jonë që thojmë. Si është Mario? A gjetë para apo? Sondazhi i finalistëve. Pokër. Në prajmi 27 kena pyet për sondazhin kush sa do të jenë finalist. Sa 4 apo 5? 4 apo 5, po se kështu është. Po. E si ka shku? Sa finalist mendoni se do të ketë ky edicion i Big Brotherit? 4 është një ana pyetje, 5 është pyetja tjetër. Te 4 shishive joni. Te 4 shi kanë votu 30%, te 5 kanë votu 70%. Pra mos ta diskutojmë më, domethënë. Mos ta diskutojmë. Ka edhe një koment që shkruan për shembull në të dyja krahet ekstrem, që thotë tre vallahi se shtyn dot edhe aq, domethënë si ja vlen miquas finale shumicën. Kurse ka edhe koment tjetër që thotë 6 më duket. 6 duket. Shef. Por, binqëm duket një 5. Se du të bebatu të qoka, Marja. A ke parasysh janë të 3 çmime finaliste në për festivale, po është çmimi zani më i bukur, çmimi karrierës. Ose kështu, ka një vend të parë, 2 vende të dyta, 3 vende të treta, që me fitu 6 vet. Sidomos në për festivalet e fëmijëve janë ta që mos më prish. Kështu që mund t'jetë edhe qoka, por ne për publiku tonë. Pra, nisur nga kjo që kanë reflektuar edhe publiku jonë i dashtën që është komplet zjerm, që do dalin 5 finalista, dhe janë më të sigurt, pak a shumë, tregon që në finale do shkojmë më shpejt se që kena menduar, se me dal 4 duhet me pritë edhe javë më shumë, ose paktën 3 ditë. Kështu që unë po e jap lajmin e shumë pritur joni, ekskluzive vetëm për shikuesit e kanalit tonë të YouTube-it. Finalja e Big Brother, post Big Brother është me 26 prill. Post, për më javë mrapa, një të shtunë ma përpara, ka për të kenë, finalja. Me 19 prill. Nuk ka metas një muja lade, më thënë. Okej. Unë i besoj Republikut që nga ka votu, thot 70% unë e vetë dorën zjem që janë 5 finalistas. Si ka thënë publiku jonë, unë dorën zjem. Ka shpretja ne mundet se dojnë me ba mylljen për 2 javë, për shumë mundet me dalë edhe 9 finalista. Ka gja, unë i këtë ftyrë për i këtë publik që ka votu, s'ka për të halli tokë, unë i besoj zjem e vetë dorën për i këtë publik. Kështu që i besoj që janë 5 finalista. Vazhdoj mirë, se ti ke kanë kështu, ai inspektori i këtyne rasteve në Big Brother kohët e fundit. Debati bona lajrt joni. Pa diskutim ngjarja e nga shtunja, det martën ngjarja më e rëndë. Më e rëndë pra dhe jo më e madhe, po më e rëndë, si më thënë që ka pas debate të forta, është shkaku i nominimit lajrtit dhe që dolën kokë, që ne do ta thojmë në fund mandej se kush del e kush s'del, që bona u bë aq keq, as sumlollën dark hiç. Dhe ma ne filloj me fjallë më të rënda, pra ajo herë pa tjetër bjen poshtë janë dashtë, se ba me dashtë një që gjenë një mënyrë ma të butë komunikimi, unë prap du gjithsesi, po ti pse bane, po me fjallë e fundit, lajrti që një që në fajt, po gjenë justifikimin, më thadju që unë pa bonën zvaj, se ti pa bonën zban, më thadju mu, ja pra,
Ja ta shohim tash. Dhe me ky justifikim po kishte harru nga krau tjetër që ke thënë e duam, jam i dashur. Kundërtën, ka thënë të kundërtën, po. Nërsa bona valla i pa fytyr, filloi të printmani. Është një që ka majt kaosin mas më përmend prini, tu me hiteshin tek to që kanë rrugë jetë kështu, ka kanë e para, është me këtë Rozën, po në këtë rast është kjo, e para që e ka luftu, e ka bë viktimizmin që mos më përmend, dhe shkoi tha Laertit fjalët e fundit, ai edhe maran, sa tjetër me ta përmendën, atjetër me thon, ati vjen turp ati që i kanë rrugë jetë, që me babit, për këtë ideal pestim, të ju kthy edhe kamera, o ti që ka emrin shefja generalja e Laertit, ai atë vjen turp për këtë që është 51 vjeç që çfarë veprimesh ban, domani ka ik petë dha. Turp me pa ishte skenash, po shif, i duhet zjarrin kryt pra, i duhet zjarrin kryt të njerëz që i vujnë për famë, për i vend punë, për i çadin. Dhe me thënë, me tik qëndrimi në ekran, me të duk sikur po ti gjeta. Fix po ti gjeta. Domthon kaq keq që kam pa abonin, sa nuk e di. Ma ne fiun të lëshu sigurisht edhe tanë banor. E para sigurisht ishte Rozana, si e mori kupën dorë, ajo thash pra, edhe siç e patëm diskutu herën tjetër që sikur ja ka marr dashurin, tu i bërtit atë thash që s'është e vërtet, se unë e disha Kërcekiozi që e kishte si për detyrë me mbrojt bonin, me rrallë gjesti, me ngatmimet e tij, Gerta tanë banor, pra tanë banor. Edhe të tjerë tanë duan një meze ku me një, normal. Të tanë me zipres. Po, shqyqyr gjitha material me gjut, me përtit. Po, shqyqyr që i doli material. Shiko, ka dy gjana, se e ka menuar sjellja e Valbonës, mënyra se si Valbona ka dash me e gropos, si me thënë, për veprimin që ka kry Laerti, mënyra është mënyra ma kote në botë. Se s'pa them në fjallë tjetër që i mas me ofendu shu në përgjithësi. Por është mënyrë komplet kështu dhe me thënë, e ullt, e ordinere, pa limit. Por ama që Laerti ka bë një gjahë hipokrite deri në kock. Po. Ajo, duhet me menu ka herë si mund të ndjeshe. Sigurisht, se kam pas disa që më ka shkryt, sigurisht që i bona nuk e ka për emocion në kuptimin në trahtoj ky, i dashuri. Nuk e ka për këtë, sigurisht që e ka për lojen. Sigurisht. Tjetër. Por, ama ky nuk u pritte që ta bate atë, dhe në qovë se do ta bate, reagimi ti ishte i kundërti që mu lënë thike në zemër, pra, përsërisht dhe dhe. Si ma bat këtë kurth me Valbone që unë e kam mu këtu. Pra, ai nuk e ka hiq aty, ai gjeti mënyrën për me hek qafet, dhe nuk e pranon, nuk e kisha për me hek qafet. U bë emocional. Mandej, feel not dark, edhe të nesme, në të mas nesme, tanë debatet që janë bë mrapa, ka thënë të kundërtën, unë kam hy vetëm thot tu, ty shqyqy të hoqë qafet. Po këtë mërthuje që ishë në fillim, du mu do, shqyqy me erdhi rasti. Po ka dash me e majta si tip lidhjet pra mërmare, këja gabimi ti. Edhe madhej, si ishte ajo vidja që më tregove ti mu, te pishina? Ajo me pishina të u lut, para se mu hi, kjo është të u lut, me matë masket, me kjo, të u lut. Mojësiu. Erdi Mojësiu, edhe po të dalë ujin. Wow! Pishina! Fap shkopin aty, Mojësiu. O, si që ato për... Shkopin. Wow, pa uj. Shkurtimisht du me thane edhe po të kishte, if bona, kishte bate vajzën që i fajton se publiku, do një fije viktimin, marë, mos harroj. Po të bate atë që s'ka gjo marë, ti e bane këtë, kishte ne të qa ata në kohën. Kishte ne, ja, të bate kështu si e prekun. Bravo të qoftë, mina. Bravo të qoftë, oke. S'maj mërinë, s'ka për. Aja bani, aja të rekoj që, jo vetëm që s'duhe kështu, po mu të shmiku lo, unë ka medalë të shtu, ku mu mytën, unë ka medalë, qa me bëjë është? Kush më në është? Po të bate viktimen ajo, njate të prekun e ne, ti shkoshi në afrë një, të bate s'ka gjan, kja ishte. Kam përshtypjen që publiku do t'i kishte godit. Dhe po të shofim itinerari nga shtune dhe të martën marë Laerti, s'ka ba asë një gjan. Dhe bonat paktin, shajë me një ashtu, dhe për medal, du të medal, aj që ka lujt lojt pist, aj që s'ka ba asë një gjan, me regull du të me i Laerti. Po shofim publikun, po do t'a diskutojmë të pjesa në fund. Vazhdojmë. Të shkriun me nëjë që bona sonte hajse e shofim fund. Ka mënyrat nërshme, a dalin as dalin, ka mënyrat nërshme. Tjetër në gjarë e rrëta. Darka. Ti t'ja veme emrin, Darka fundit a. E fundit?
apo darka shumë pritur, apo Darka e shplamjeve, darka e fillimit fundit, fundi i ose fillimit. e gjitha. Dark karkalecash. Dark karkalecash, fiks. Dark karkalecash, Mario, herë po, herë jo. Prap një herë debati, po, jo, qesh, unë s'du, ti du. Po, në des për ty, po ti s'des për mu, po ti kështu. Menoj që prap jo koherente është Egli, sa ja sa dosh me pranu as Darken, pa diskutim sa dosh me pranu. Edhe në të njëjtin nivel mungese koherenca është edhe Gjesti. Gjesti që organizon Dark duke thënë që unë nuk e du më vëlla. Unë kur dal këtu s'ka me ma pa ma ftyren, por unë du që aja t'jetë një që me thënë këtë, Dark prap. A ban me t'puth, më i thotë, a vjet puthi, a t'puthi pak më, a t'flej me ty sonte. Unë së rritë do të pa, unë e kuptoj Gjesti. A ke pa në anër? Unë e Si kuptoj ki pa në anër ti mu? E ban me ngacmim, edhe unë shoh, a di si më duket Gjesti sikur është aman 24 vjeç, dhe Egli më duket si një vajzë, një gru 5-60 vjeçe, që është me një mentalitet këtë do, se Gjesti thotë çka ka me puth. Shive marrë na ndoshta se konceptojmë ndoshta, unë e konceptoj fije, po që nuk ka një djalë me puthit vajzë vëlla, po puthana, ndash po puthana. Edhe që nuk dën me thënë që po u puthë ose po patë një marrëdhënie romantike, je i detyruar që do të shkosh drejt martesës. Je i detyruar, ha. As nuk je i detyruar, as nuk nën kupton martesën ajo gjë. As bajmë si dorë tretë, botë tretë, bota e tretë burr si banegri tash. Mu po më the që ne kam diçka, atëherë ti s'mundesh mu tall me mu. Jo më zgjidh. Ajo është hipokrite Mariona, ajo çdo gjë e përdor sepse thotë du me ec sa më shumë përpara. Ajo doli edhe 3 ditë mbrapa kërkoi më u kthy. Në këtë rast jam me Gjesin, sa është i djalë i ri që nuk e ka probleme vëlla me puthi vajzë, edhe me shkuj natë vetë, edhe me thonë nesër, çfarë kena shkuj natë, çfarë më thonë ti se unë dishi duhet për mu prezantu me prezencë. As Egli nuk besoj që ka problem, edhe se ka atë mentalitet. Pa e përdor. Po një po del si 60 vjeç më sikur s'ka problem, ajo një atë du me kap këto që janë fanatik. Okej, për këtë rregull. Po ata kam hi për nanën tëme në të mbrëmje. Ke hi për nanën tënde? Kush? Kjo pra. Një atë sa kam hi edhe unë për jo, bile ma mund si ke hi ti me Big Brother. Ma shumë jam t'i ba unë për njerëz të Eglit, ma shumë baj unë. Shqyë që Mario, themi edhe drejten që Gjesti pa si fije ngacmim, sa aq do nej? A i do një dozë për me ngacmu Eglin, një me shku në gjana serioze. A i ti i duhet për pjesën e lojës, Egli për me ngacmu me banja të flirte që ati interesojnë. Ka që interesojnë, pra ne e lefton me forcë, e thot, po aty unë me thonë drejt, e thot, s'kam qapaj, du mu ngacmu me ty, ja thot rëqmër. Edhe me ta manë që Gjesi, po s'pati fije Egel mran, nuk ban vëmen një shumë. Egel pra, pak vegel pra, pak material. Sepse, blokova më Mario? Blokove. I tu jam. Shi është. Pra, po s'pati fije material Gjesi me Eglin e tonë se s'ban si material. Sepse ka tashma ka ardhi moment që mas 3 mujve atë sa u ban, kanë filluar me ja kuptu Gjesit lojën, edhe i thonë, Egma fillojnë të kesh shmang, këto të mlaj. Këto të dy pa përdorin këtë punë, pa përdorin për lojë. Egli ka ba demek sikur nuk e kisha për lojë, ajo e ka mos shumë tit për lojë. Ky tjetër thotë pse jo, është një aksesor shtesë i lojës, pse jo? Aksesor shtesë, patjetër. Edhe jo, edhe kryesor, jo shtesë, nuk e ka shtesë. E ka kryesor, se me ke e ka lojë. Ja, domethënë, qysh kur u futet deri diku ishte aksesor shtesë. Manej, më mrapa filloi të u bën si protagonista për këtë aspekt, për lohatjet e tyne të personalitetit, që i herë po i herë jo, pra, të dy kanë pas këto edhe pse jo, aksesor shtesë. Themi drejtën Mario, edhe ne kur flasim, ti e vjen re që kur flasim për Eglin e Gjesit ka më shumë vëmendje. Ti e vjen re. Besoj na vëm re. Prandaj edhe produksioni kam përshtypjen e ka kriju këtë mënyrën e dark se ashtu ja kriju, i ka thënë edhe dron. Sot i ka thënë dron Gjestit, që mendoj që produksioni pa diskutim që i thot kujdes ato që të rinë si ta ngulin thikën me Eglin ka puls. Pra don produksioni me kriju edhe lidhen më por se ka vëmendje. Ti e din sa që flasim kur sa shumë ka vëmendje kur flasim për Eglin e Gjesit. Pra 19 prill, me 19 prill zgjidhen tonë të halle. Kështu e mendoj që droni është një produksioni. Pra, jo droni, se droni s'ka shans, po ai që është me atë balonën. Edhe ka ne di. Ore vlla, aty janë të hëngër të 3 muj ushqim kartuqash. E ti thu kush qen aty
1.000 euro ban parashuta. 1.000 euro. 1.100 me gjithë banderolin. O, ka menu 500. 1.100. Pa helikopteri? Helikopteri është fix 2 fishi kësaj punë. Pa helikopteri është më i komplikuar se duhen leje në aeroport. Okej. Dakor. Thjesht me ditë më përse ka njerëz që kanë dëshirë me nis helikoptera gjana, thjesht t'ja japim Po Marioni, po aty herë ti kishin nis me hangër. Hanë i sup se ju tha e zorr. Kishin hangër pak lug. Pa, me gjallë lug, i gjallë me lugi. Si thojmë, a keni gjallë me lug? Kene gjallë me lug se aty ka plas pizza. Nëse, këto metën për të pa marrë na do futen prap në Jozi. Teksti. Për Jozin ka thy atë Chelsea, emergjencës me Chelsea. Unë i herë mendoj që ai e ka bë, mendimi im, e ka bë për bonën. Që demek një derë shpëtimit. Pa menduar. Mos po gjen në mënyrë me pështu bonën. Me i kthy restën bonës. Ky te kam thënë unë që atë natë që thash do të ketë në mënyrë të thehet dikush të gjallë për me pështu. Edhe Jozi e ka radhën e kthy. Por Jozi ti del një natë suite me personin që do të vet në jacuzzi dhe natën tjetër me vujtje me thënë. Vujtjen të shtin jashtë në fjetër. Teksti më thuj ti marrë mu sa mikrofonet e vaskat. Tashma shtonë e vaskat janë thëj. I është dhënë një mundësi me lanë mikrofonet me janë. Qa ki zbas? Edhe me fillu vasken me ta temperu vasken i fje. Binë sy disa muhabete Mario që unë po ta tham ty ti mandej me analizat që Jozi thot kur unë shkojnë punë, si më thanë, në punë, që unë të nëjë jam serios shkojnë punë, lajfeve me kënu, bol, ti se ke shansin, që i tha, do të vitë shof aty në lajf, ti se ke shansin e tha, dhe këtë fjallë mos gudzo me e përmen, ti marë, as si la mundësi, as me pse as, shansin edhe mos e përmen se, ku e ka vu, forte ku e ka vu gardhin. E ka vu gardhin të kyshte, dhe më dhënë, mas e përmend si opcion. Jo, le ta diskutojme dhe aty fillon gardhi. Gardhi është këtë, jashtë, këtë. Jarë. Pse mund ti me shoqet e mia? Qilë shok. Po. Ka shan, puna. Po ti pse mendon se ja ka prek, kështu që? Ja, pse mendon ti më zonë ti, si e mendoj po? Ti? Unë mendoj që ai mund të punojnë. Fal, unë ta bëj ty pyetjen se ti shkon live, unë s'punoj live. Ti punon live. Si fut? Në botën e live-eve, ka ambiente për shembull familjare apo rinore apo kështu që janë argëtuese. Ka ambiente të nëndheshme, domethënë, që janë më shumë se sa argëtuese. Butterfly. Aty, këtu të shti, si është ai tregimi, këtu të zoni tret, këtu, aty punojmë na, Jozi, se unë punojmë mbi tokë, kur shkojtë në lokali shkret ku pijet edhe në birë, ka dhe meze. Atër Jozi du të më shpere kështu që, aty ku punojmë, unë jam lule, aty ku punojmë, unë hile lule. Atër unë jam lumë, pra unë punojmë venda lumit, aty ku ti vetëm po ti as vetë do të kishe dashur të marrë aty ku punojnë. Pa i bën sikur shkon në përvende Zvicër, në përvende Dasmar. Stop ito, mama ito. Ja vetëm bën sikur shkon në përvende, po nuk e qunë me shku me baj punë lokal. Thot koncerte. Për koncertet e mia nuk ke shans. Koncertet? Po koncerti thonë ta marrë kur kanë si skenë dhe lokali që hajnë aty. Ja bro. Por, kur vjen puna me në thonë, ne thot koncerte. Kur vjen puna me thonë lëre dans, nuk ke shansë se janë lumit aty. Pra, ne kuptohet kjo. Pra, a i bandemek si kur unë ty do të mëroj nga vendet e rrezikshme ku shkoj unë, edhe duroj sakrifikoj për familje. Por, ti ke një mendim tjetër, se unë e daloj sytë të uje, daloj që ke një mendim tjetër ti. Ai ka halë morzëtime, ka tjerat morzëtime rrallë për shtë natë të mërë. Ai pos ka pitë, o Mario, ka i marsha, ka një norma i mërë Mario, 5 muj, 500 vit. Shiben, 510 vjet. 510 vjet, pra, se ja bani ade. Po të shë është edhe i famshëm, nuk ka mo këtë 5 muj, do t'jenë 15 ata. Që kjo se ka me të humorit Aldo, i tha bukur Aldo, i tha, po vimo, që do me e ba të shiti nga 500, që do me e ba me një tek të shiti, që ti ke njëse. He bro, si do me e ba me në lu direkt,
Si do me ndalu i thëmër, që i thëjt 5 mujt, si ti me një tek, si do me nga bo, të utat me Jozin. Po Jozi pa tjetër më, por ato janë ambiente që ishto hinë femna, gjana dhe Jozi dhe me këpaj kaq serios e kam me ty, unë sa unë duk të fus ty në përvene, unë kam preziosisht ty, ti e nana fëmi me ty, Ti e me dhejt, në shpi me fëmi, të unë rriton kohën A që çfarë mentaliteti djali 24 vjeç që rrin në përzisra në përgjana, nuk ndryshon hiç. A di si kishte me Lori? Ligo dhe Jozi. A di si kishte me Lori, më nuk dite as me për ty, më nuk me të shokume më. Shkurtimisht Joni, 2-3 gjana që mund të nollin shtesë nga ato ujërat e kategorisë 2 gjatë prajmit? Këtë gjithë përfshirë se këto 3 ditë Mario kanë kënë edhe debatet e Kolltukut të Kuq. Të gjithë, pa përjashtim të gjithë në një tjetër. Aldo me Danja me Lorin, Lori me Gerten, Gerta me... Pra kategoria, si i thojna, kategoria superior ishin këto, ta janë kategoria e dyta ose e parë, si i pjetë, në futbol. Kështu. Bundesliga jug perëndim, Bundesliga sud. Po. Rajonale. Seria C1 italiane. E bate ishte ruse, po që të shdojnë me zerë, si në thënë tanin atë, nuk ka më as shef Gerta, as shef Jozi, as shef ky, s'ka më atë, jena tanë të shpërndam, po me debate pa as një loj, përveç se Lorit që i ka një argument që ti sa gjithë të dashën në lene gjithë. E mërzitshme. Kush del sonte pra? Kush do të dalë sonte? Me qa? Se ka dy, me publik apo me kur flanë gjuhë publiku? Me jën. Kush del sonte me jën? Me janë del Valbona, pra. Me janë del Valbona. Jo me dëshirë t'jonit. Me dëshirë t'jonit, Laerti s'ka lytiq. S'ka banë. Si ka mundësi, marë burë, jena... Tesh kena ra dakord krejt e i kyra sonte. Se kena ra dakord më. Mëllet telefonin, mëllet. Faleminderit që na keni njeh. Ja, kena ra krejt dakord. Por, unë kam prep unë atë, që muna. Në të rek muna. Mund të ketë. Tjetër shpëtim për bonin, mënyrë tjetër me shpëtu bonin prap. Edhe një gjatë isha me të thonë, se si mund të pështojnë bona. Ik mor burr, ik më të shofim një atë prajmë. Do të shifena prap në ndërprerje publicitare, do alim live në Instagram, në ndiqni edhe mos harroni na bani edhe subscribe, sugjeroni miqtë dhe të shokët e familjarë që doni me na njeh në YouTube. Yes. Një aty i keni të tëra komentet tona për Big Brother. Jeni zjarma, shifena pas pak.